Të lumtur që kanë lënë pas orët e tmerrit në Kabul dhe të qetësuar për të afërmit që ndodhen ende atje. Një konfuzion ndjenjash i përshkon afganët e sapo mbërritur në Shqipëri e të akomoduar në qytetin Studentin në Tiranë. Fëmijët që janë rikthyer botës së tyre të lërave, por të rriturit e dinë që ky është vetëm fillimi. Faleminderit shumë Shqipërisë. Situata në Afganistan është shumë e rrezikshme. Unë jam gazetar, ndërsa bashkëshortja ime pedagoge. Vetëm disa pjesëtar nga familja kemi ardhur këtu. Udhëtimi shkoi shumë mirë, fal Zotit, vetëm unë dhe bashkëshortja ime jemi në Shqipëri. Ajo është gazetare dhe ka punuar për Krah SBA-s. E qetë dhe e sigurt ndihet kjo studente që ka ardhur së bashku me familjen. Jam e lumtur. Ndodhem këtu për gati 3 ditësh së bashku me familjen. Tashmë ardhmja ime është më e sigurt dhe e qartë. Atë isha studente në Universitetin Amerikan të Afganistanit dhe punoja gjithashtu. Në qytetin Studentia janë akomoduar 290 qytetarë nga Afganistani, të cilët do të qëndrojnë aty përkohësisht, për të zhvendosur më pas në strukturat hoteliere të Durrësit dhe të Lezhës.